Në një nga hapësirat më të çmuara të dijes dhe kujtesës kombëtare, Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë është hapur ekspozita Kujtesa e Mesdheut nga antikiteti në kohët moderne, një udhëtim i rrallë në përshekuj, qytetërime dhe kultura që kanë lënë gjurmë në pellgun mesetar dhe në identitetin tonë, e realizuar në kuadër të shpalljes së Tiranës si kryeqyteti mesetar i kulturës për vitin 2025. Kjo ekspozitë sjell për publikun mbi 700 vepra të rralla që ruhen në fondin historik të Bibliotekës Kombëtare, ndërshkrime, inkunable, harta, gravura dhe libra të shtypura nga shekulli XIII deri në shekullin e XIX. Secila prej tyre përfaqëson një fragment të vogël por të çmuar të historisë së përbashkët të kombeve që janë rritur buz Mesdheut. Në mesin e objekteve më të spikatura janë inkunablet, botime jashtëzakonisht të rralla të shekullit të XV, të shtypura përpara vitit 1500. Këto vepra nuk janë thjesht dëshmi të hershme të teknologjisë së shtypshkronjës, por përfaqësojnë një monument të kthesës në historinë e njohjes, kur dia nisi të qarkullonte masivisht përmes fjalës, duke transformuar shoqëritë evropiane. Një tjetër pasuri e veçantë që ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve është një Kuran i vjetër i zbukuruar me dorë dhe me gur të çmuar, që i përket një epoke kur arti, besimi dhe shkronjat bashkëjetonin në një mënyrë harmonike. Ky libër i shenjtë përveç vlerës fetare mbart në vetvete mjeshtrinë orientale dhe pasurinë kulturore të trashëguar ndër shekuj. Ekspozita është strukturuar në disa seksione tematik që nga trashëgimia greko-romake dhe periudha bizantine deri te ndikimet veneciane dhe orientale, duke përfshirë dhe dokumentat që lidhen me perandorinë osmane. Një vend të veçantë zë dhe seksioni Vetëm një Zot, i cili eksploron botën e besimeve monoteiste, krishterimin, islamin dhe hebraizmin përmes librave dhe dorëshkrimeve të rralla, ndërsa në seksionin Gjeografia e udhëtarëve ekspozohen harta të rralla të shekujve 16 dhe 17 që pasqyrojnë udhëtimet, zbulimet dhe perceptimet që kishin europianët për Mesdheun e kohës. Shefja e sektorit të albano-balkanologjisë Alda Biçaku në Bibliotekën Kombëtare, një nga figurat më të njohura të albanologjisë në vend, thekson rëndësinë e kësaj nisme si pjesë e përpjekjes për të promovuar trashëgiminë dokumentare të Shqipërisë në kontekstin mesdhetar dhe evropian. Kjo ekspozitë nuk është vetëm një paraqitje e objekteve të rralla, është një akt kujtese, një përpjekje për të rikthyer në vëmendje rolin e Shqipërisë si një urë natyrore dhe kulturore mes lindjes dhe perëndimit, si një pjesë aktive e botës mesdhetare që ka marrë dhe dhënë ndër shekuj. Interesi për ta vizituar ka qenë i lartë që prej ditës së hapjes, me një prani të konsiderueshme të qytetarëve shqiptar, por veçanërisht të vizitorëve të huaj, të cilët shprehin kurreshtje dhe vlerësim për pasuritë e panjohura që Shqipëria ruan brenda mureve të Bibliotekës Kombëtare. Ndodhemi në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë me zonjën Alda Biçaku, shefja e sektorit të albano-balkanologjisë. Zonja Biçaku, faleminderit që pranuat ftesën. Cili është motivi kryesor që çoi në organizimin e kësaj ekspozite në kuadër që Tirana kryeqyteti mesdhetar i kulturës? Po, me rastin e shpalljes së Tiranës kryeqyteti i Mesdheut për kulturën dhe dialogun, Biblioteka Kombëtare organizoi këtë ekspozitë e titulluar Kujtesa e Mesdheut me një koleksion shumë të hyrë të librave, dorëshkrimeve, hartave dhe gravurave mes viteve 1300 deri në vitin 1900. Duke filluar që nga antikiteti deri në kohët moderne. Ekspozita është ndarë në disa seksione, fillon me botimet më të hershme dhe të vjetra europiane që i përkasin viteve 1500 deri në vitet 1700, për autorët e vjetër klasik greko-romak. Mund të përmendim këtu Euripidin, Aristotelin, Aristofanin, Ciceronin, Herodotin, e shumë të tjerë, Apianin, Sicilis, e shumë të tjerë. Kemi pasqyruar veprat kushtuar këtyre autorëve klasik grek dhe romak. Mund të përmendim gjithashtu dhe Ptolemeun, Strabonin, Euripidin. Pastaj vim në një seksion tepër të rëndësishëm, kushtuar botimeve bizantine, pjesës së trashëgimisë historiko-kulturore të Bizantit, përfaqësuar nga historian dhe kronikan me zë të kohës, duke filluar nga botimet e kronikave të Ana Komnenos, Prokopit të Cezares, Kadrenus e të tjerë, janë këto.
këto, dhe këtu janë botimet bizantine, për të cilat ne do organizojmë një ekspozitë të veçantë në të ardhmen, si një pjesë shumë e vyer e koleksionit të bibliotekës kombëtare. Pastaj vim në seksionin tjetër që i përket botimeve veneciane, sepse në bibliotekën kombëtare ndodhen botime të autorëve më me zë të rilindjes europiane, ku përputhet edhe epoka e rilindjes europiane me ato të Venecias, të botuesve më me zë si Bernardino Benali, Paolo Manuzio, Girolamo Albrisi e të tjerë. Një vend i rëndësishëm si pjesë e rëndësishme e pellgut të Mesdheut është Orienti, ku i kushtohet një rëndësi të veçantë shkrimeve të vjetra orientale në arabisht dhe në persisht, dhe këto janë kryesisht poezi, pra letërsi, poezi dhe divane, siç quheshin atëherë, po dhe vepra shkencore kryesisht kushtuar kozmografisë, astronomisë, ja mund të shikoni edhe këtu, të autorëve më në zë të kohës, janë vepra të dorëshkruara. Tu kemi dashur të tregojmë pjesën orientale, si pjesë shumë e rëndësishme e kulturës mesdhetare. Ja ku janë dhe këtu, veprat janë shumë të rëndësishme, janë të zbukuruara me vizatime me art dhe pra janë dhe vepra arti. Midis tyre mund të përmendim edhe një dorëshkrim i dorëshkruar në Marok, që është vepra Aristotelit, por është në gjuhën arabe. Pastaj një vend të rëndësishëm i kushtohet perandorisë osmane brenda seksionit të Orientit, me të gjithë doket, jetën dhe me të gjithë luftrat që ka bërë perandoria në pellgun e Mesdheut, ku kemi shumë kronikan dhe historian me zë të shekujve midis shekujve 15 deri në shekullin e 18. Do të përmendja këtu Paljovin, Sansovinon, Menavinon, të cilët kanë përshkruar beteja dhe luftrat e perandorisë osmane, mënyrën e jetesës, por midis tyre kanë përshkruar dhe luftrat dhe bëmat historike dhe të Skënderbeut, si një nga strategët që ka luftuar në mbrojtje të Krishterrimit kundër perandorisë osmane. Mjaft prej këtyre veprave kanë edhe të vizatuar edhe fotografinë e Skënderbeut. Një seksion tjetër i veçantë i kësaj ekspozite tematike është edhe ajo që i përket botës shpirtërore dhe kulturës pellgut të Mesdheut nëpërmjet feve që ajo kanë qenë në këtë karakteristike në këtë pellg, që janë dhe këtë kemi shprehur me disa bibla dhe kurane të vjetra të periudhave nga 1300 deri në vitin 1700. Aty kemi Kuranin më të vjetër, është i vitit 1304, që është dorëshkrimi më i vjetër i bibliotekës kombëtare. Janë vepra origjinale të bëra me dorë. Disa prej biblave janë dhe në hebraishtën e vjetër. Midis tyre kemi edhe veprën e Kost Beratit, dorëshkrim. Pastaj një seksion i veçantë i kushtohet udhëtimeve, gjeografëve dhe hartografëve më me zë të kohës, të shekujve 16 deri në shekullin e 18. Do të përmendja këtu autorë si Mercatori, veprat e si është këtu, atlasi i tij, Ortelius, Katip Çelebiun, pra janë të tërë të kulturës mesdhetare, vepra është në arabisht. Kemi pastaj veprat e Vincenzo Maria Vincenzo Coronelit, është një ndër hartografët dhe kozmografët, gjeografët më me zë të kohës. Atlaset dhe hartat e së cilëve ne i kemi vendosur, edhe të këtyre autorëve të tjerë, janë vepra origjinale, i kemi vendosur në të gjithë hapësirën e ekspozitës. Gjithashtu, një pjesë e veçantë janë edhe vepra të kushtuar Egjiptit, janë të udhëtarëve dhe kronikanëve më me zë të vjetër, të cilët jo vetëm kanë përshkruar zonën e Egjiptit, por ato janë të mbushura në albume të mëdha, të mbushura me grafika të jashtëzakonshme të atyre që ato kanë parë dhe kanë përshkruar në udhëtimet e tyre. Aty është dhe fari Aleksandris, kemi në mënyrë simbolike është një grafik ku përshkruhet si ndërtoheshin piramidat e kështu me radhë. Tani për të shprehur kulturën shqiptare si pjesë e rëndësishme e Mesdheut, ne kemi dhënë në mënyrë simbolike disa botime. Kemi filluar me sharin e Gjon Buzukut. Kjo është dhurata që Vatikani dhe Papa kur erdhi me rastin e vizitës që bëri në Shqipëri, solli këtë dhuratë. Është një votim anastatik i veprës origjinale që ndodhet në Vatikan. Pastaj kemi çetrën e profetëve,
të Pjetër Bogdanit, është një votim i vitit 1685, është vepër origjinale. Vazhdojmë me që tregova vepër në humaniste të madhë Marin Barleti, po që në bibliotekë kombëtare ndodhen edhe veprat humanistëve të tjerë shqiptar, kushtuar Skënderbeut, si Marin Beçikemi, Dimitër Frëngu e tjerë. Në mënyrë simbolike kemi dashur të shprehim të gjitha botimet kushtuar Marin Barletit në të gjithë gjuhët. Mbas botimit Marin Barletit, vepra e Skënderbeut u botua dhe u përhap në të gjithë Evropën, në të gjithë gjuhët, madje edhe në gjuhën katalane. Në mënyrë simbolike kemi sjellë këtë botimin këtu. Pastaj kemi sjellë disa incunabula, që janë botime para vitit 1500, pra vepër më të dorëshkruar kemi atë dorëshkrim të vitit 1304, dhe pastaj kemi disa vepra incunabula, që janë botime para vitit 1500, është vepra e Papa Piu të dytë, janë letrat e kuvendit të Mantovës, është e vitit 1473, dhe këtu shprehen të gjitha i drejtohet princërve dhe të krishterëve më me zë të kohës, nëpërmjet një kuvendi, Papa Piu, i cili kërkon që të organizohet një kryqëzat kundër Perandorisë Osmane, pjesë e cilës do të ishte dhe Skënderbeu, duke pasur kështu parasysh këtu edhe luftrat e bëmat e tij në luftrat kundër Perandorisë Osmane. Këtu kemi një vepër tjetër fetare, është e vitit 1485. Shikoni, janë vepra arti, të zbukuruara me arë dhe vizatime shumë të bukura, sepse incunabulat kanë qenë objekte luksi. Jemi me njëherë mbas shpikës së Gutenbergut, mbas shpikës së shtypshkrimit. Zonja Alda, hartat që shikojmë, janë të gjitha origjinale? Po, janë vepra origjinale të artografe MNZ që përmendëm. Dhe i përkasin në shekujve 16 deri në shekullin 18. Po kështu dhe grafikat që kemi vënë, disa janë riprodhime dhe disa janë origjinale. Që kemi vënë dhe kemi siguruar këto. Edhe për këtë pjesë, Biblioteka Kombëtare do organizojë një ekspozitë me të gjithë hartat më të vjetra, të artografeve më me zë, në të cilat ne për fati kemi në bibliotekën tonë kombëtare. Një ekspozitë të veçantë. Po dorëshkrimi më i vjetër që keni, cili është? Është ai aty, siç u thash, është i vitit 1304. Është i Kurani, vitit 1304, dhe pastaj kemi gjithë këto dorëshkrime, që shikoni të bukura janë si vepra arti, të zbukuruara me art dhe me një kaligrafi të përsosur. Ky është kodiku i Konstantin Beratit, ndërsa këtu kemi disa ungji, shumë të veçantë, të cilat kanë kapak prej ari dhe argjendi, madje dhe janë me disa prej tyre janë me gur të çmuar. Këto janë gjetur në përkishat e qyteteve të ndryshme të Shqipërisë. Pra ne kemi dashur të shprehim të gjithë botën dhe trashëgimin historiko-kulturore, shpirtërore të pellgut të Mesdheut, që nga historia, feja dhe kulturat që ato përfaqësojnë. Lidhja shpirtërore shqiptarëve me këtë ekspozitë? Janë pikërisht të vepra që u përmenda, vepra të humanistëve shqiptar, por edhe të feve të ndryshme, që të janë të tëra Biblia dhe Kurane, të cilat janë gjetur në bibliotekat e njerëzve dhe familjeve më të pasura shqiptare. Kryesisht këto Kurane dhe dorëshkrime në arabisht janë trashëguar nga familja e famshme e Bushatlinëve. Në një kohë kur ritmi i jetës na largon gjithnjë më shumë nga historia dhe trashëgimia, ekspozita Kujtesa e Mesdheut na jep mundësinë të ndalemi, të reflektojmë dhe të prekim me sy dhe mendje të saret që flasim për rrënjët tona të përbashkëta me botën mesdhetare. Mes raftëve të bibliotekës kombëtare, çdo libër, hartë apo dorëshkrim shfaqet si një dëshmi e gjallë e udhëtimit që kultura jon ka bërë ndër shekuj. Nuk janë thjesht objekte të vjetra, janë fjalë, ide dhe përvoja që kanë kaluar nga një brez në tjetrin dhe që sot na flasin ende. Kjo ekspozitë na kujton se kujtesa kulturore nuk është një luks i të shkuarës, por një pjesë thelbësore e identitetit ton. Dhe ruajtja e saj përmes fjalës së shkruar është një përpjekje që na përket të gjithëve, si qytetar, si studiues dhe si komb.